Paralajmërimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti për ndarjen nga 100 eurove për fëmijë dhe pensionistë një ditë pas zgjedhjeve nga disa analistë politike e politikanë të opozitës është cilësuar si veprim për të blerë vota. Për rreth 400.000 fëmijë në Kosovë dhe mbi 213.000 pensionistë, ky vendim i Kurtit do t'i kushtoj buxhetit të shtetit 61 milion euro. Sipas analistit politik Alis Sejfaj, ndarja e kësaj shume është e kundërligjshme. Më shumë është tendencë e qeverisë për ndikuar në votë se sa mbështetje reale për njerëzit që kanë nevojë. Për arsye se shpërdorimi kaq mjetë nga qeveria në detyrë, cilat nuk janë të parapara në buxhet, është e kundërligjshme dhe veçmas mbështetja e të gjithëve njësoj. As nuk është politikë sociale dhe as nuk është mbështetje e njerëzve me nevojë. Kjo është kritikuar edhe nga ish deputeti i Lidhjes Demokratike Driton Selmanaj, i cili e ka quajtur korrupsion elektoral. Sipas tij, shpërndarjen e këtyre mjeteve në kohë fushate, Kurti para se të vinte në pushtet e quante krim. Albin Kurti duket se ka bërë llogarinë sa kushton qytetari kosovar në prag zgjedhjesh. Përgjigjja e tij është e thjeshtë dhe fyese, 100 euro. Këto 100 euro nuk janë ndihmë sociale, janë rishfet elektoral i financuar nga buxheti i shtetit, në vend që parat publike të investohen në zhvillim, punësim apo projekte me dobi afatgjate, ato shpërndahen për interes elektoral të momentit. Mirë po, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se kjo praktikë është e zakonshme dhe nuk përbën asgjë të re në qeverisjen e tij. A kanë qenë ato shtesa dhe vitin e kaluar? A kanë qenë edhe para vitit kaluar? Çdo herë para vitit të ri, kur kemi dimër e kemi festa, ne i gëzojmë më të moshuarit edhe fëmijët. Nuk ka asgjë të re në këtë aspekt. E re është qeverisja jonë, e cila do të vazhdojë edhe mandatin e tretë. Gjatë së mërkurës, 4 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve nacionale, qeveria në detyrë ekzekutoi nga 100 euro për studentët e grupit të dytë. Për grupin e parë të studentëve, mjetët u ekzekutuan më 6 nëntor, 3 ditë para raundit të dytë të zgjedhjeve lokale.